Afri, mirë se erdhe, është shumë kënaqësi me të pas sot ty edhe me fol me një super profesioniste të udhëtimeve. Dy super profesioniste. Se na faktikisht jemi taku edhe na ka lidh pasioni i njëjtë, ty me punën që e bën, unë me shijimin e punës tane që e bën. Kështu që ka qenë kënaqësi. Faleminderit shumë. Çka po du me të pyet sot, është diçka që na e kena diskutu bashkë edhe e di mindsetin tënd, po është shumë e rëndësishme ndoshta edhe ma sa pak me kuptu çysh e sheh Afri udhëtimin. Thjesht a është pushim, a është inspirim, a është mënyrë e jetesës? Pyetja shumë e mirë, se këtë pyetje e kam shumë shpesh me njerëz cilët më rrethojnë, të marr parasysh që unë i kam kalu bashkë me dy fëmijët e mi 72 shtete. Unë nuk e shoh edhe si pushim udhëtimin, po si frymëzim. Kjo është një farë fjalie ma e qëllume me përshkru mënyrën pse unë e zgjedhi udhëtimin si diçka që më përmbush si proces n'jetë. Domethënë, nuk është vetëm pushim, sepse prej çdo udhëtimi merr diçka që mëson n'jetë, që e përdor, diçka që të ndihmon në procese të ndryshme n'jetë, edhe unë frymëzona mas çdo udhëtimi. Nuk do të thotë që në secilin udhëtim e kam eksperiencën ma të mirën të planifikume, mirë po bukuria e udhëtimit qëndron në spontanitet, edhe në mënyrën se si i përdor gjithë ato situata të cilat krijohen, edhe frymëzohesh që kur kthehesh në përditshmëri me i përdor. Kur t'jemi të spontanitetin. E kemi na një farë rasti që na ka pas realisht i kemi dy raste. Njëna është një udhëtim në Dubai, Po. edhe tjetra është një udhëtim në Zanzibar. Po, në udhëtimin në Dubai është komplimente për ty mënyrën që e ke menaxhu komplet situatën. Domethënë nëse nuk e kisha vendosur me bo zgjedhjen, sepse kom qenë në dilemë a me i bo organizimet vete. Din që unë fillimisht kom bo edhe udhëtime dhe planifikime pa të involvu ty dhe pa të lodh ty, po kanë qenë momente kur ti ma ke lehtësu mënyrën e udhëtimit edhe unë s'kom mendu, domethënë kom mendu vetëm qysh me bo itinerarin me u knaq me fëmijë, edhe ti e marr me pjesën tjetër. Rasti konkret është në Dubai, në aeroportin e Tiranës, kur ne kemi pas një problem me pasaportën e arbës që i ka kalu realisht një ditë prej 6 mujorit të vlefshëm të udhëtimit, dhe e din shumë mirë qysh ka kalu koha e procesit derisa na kemi qenë të udhëtu, viza është rregullu, edhe kur kemi mbri atje kemi qenë të mirësoardhën. Ka qenë një lehtësi për mu e papërshkrueshme dhe nuk kam fjalë me sfjegu sa bukur edhe sa mirë jom ndi, edhe ka qenë eksperienca e parë ku unë e kom vendosur që udhëtimet e reja në vende ma të largëta me t'i besu ty edhe me bo përgjedhjen përmes teje. Referencat e tua mi marr. E dyta ka qenë gjatë kohës pandemisë, tash unë po e ceki, në kohën e pandemisë shumica e njerëzve s'kanë udhëtu. Kemi qenë të kufizum, na e dim krejt. Përndryshe Afri njihet që merr guxime të tilla, edhe nuk kështu i then barierat. Edhe kom pyet, atë kujtohet kur të kom pyet cilat shtete na pranojnë. Po. Edhe kemi bo udhëtimet në ato shtete, edhe një prej tyre ka qenë Afrika. Afrika për mu kalon një vend shumë të rëndësishëm, kalon gjurmë të mëdha, edhe është një vend që e preferoj, një vend që gjithmonë me dëshirë isha kthy. Është i vetmi vend i larg që kom vizitu 2 herë edhe që planifikoj edhe në një të ardhme shumë të afërt me qenë hera e tretë. Aty ka shumë arsye, cilat kam e t'i spjegu. Po sepse kom dashur edhe këtu me u ndalë dhe me të pyet. Po të shohim një herë fillimisht se pjesën. Po tash po ndërlidha me pyetjen që ma vone me Afrikën, kur në kohën kur ne nuk e kemi ditë koha e testeve,
rregullat kanë ndru në krejt botën, përkundër asaj që komplet ju keni qenë shumë korrekt, më keni përcjell gjatë ton kohës, ka qenë një moment kur është ndru E vërtet. rregulla e testit të Covidit, edhe tash edhe unë edhe ju nuk kemi komuniku brenda 3 ditëve, E vërtet. gjatë procesit që ka qenë gati një 10 ditë sa kemi qëndru, edhe aty kanë ndru rregullat në aeroport e kemi marrë lajmin që nuk Por dash mundemi testi për më kthy. me hy pa e bo testin. Ka qenë një ndjenë shumë e keqe kur kom mbet në mes të aeroportit në Zanzibar, një vend ku e din edhe vetë e ke vizitu, Po. ku ndihesh pak i humbur nëse nuk i planifikon Shumë e vërtet. gjanat edhe pak më herët. Mirë po, ajo ka qenë edhe pika e dytë ku une me të vërtet e vlerësoj dhe jo mirënjohëse për gjinshmërinë tane që e ke bo edhe që na ke dalë korrekt, fair, që ndoshta të kish qenë dikush tjetër, kish thonë që nuk me marrë përgjegjësinë e plot, por përdore parollën gjindo. Po. Mirë po në atë rast, edhe pse unë s'kom flejt gati 24 orë derisa e bënëm zgjidhjen, po jo mdi rehat që e ke bo zgjedhjen edhe jemi kthy mirë pa asnjë problem. Këto ta kom thonë disa herë, e kom përmend, po e them edhe tash, që me ditë njerëzit që është shumë e rëndësishme me zgjedh partnerin me të cilin udhton. Ata cilët vendosin me udhtu është një prej pikave kyçe, sidomos për njerëz që janë fillestar, prej kujt i marrin këshillat. Këshilla mundet me t'jep gjithë. Mundesh me marrë edhe aranzhmane të ndryshme për i gjithëve, po është shumë e rëndësishme me kanë zgjedh. Faleminderit shumë afri që na ki besu, përndryshe e cekje edhe ti që pavarësisht që ti ende vazhdon pra me i bo disa prej udhëtimeve tuja personale vetë, gjithsesi e kemi pas një bashkëpunim ndër vite shumë të frytshëm edhe unë po du me shfrytëzoj edhe rastin me të falenderu për korekcinë sepse ka një herë jo të gjithë janë të mirë kuptueshëm sikur se ti që ke qenë atë rast. Edhe nuk ka qenë e lehtë realisht me qenë me fëmijët atje në situatën e pandemisë, edhe me përjetu një situatë të tillë edhe me mbet aty, por që ka qenë një situatë e panjoftun për të gjithë ne. Gjithsesi që edhe ti si nonë, une thjesht kom marrë mësim në një formës e tjetër për menaxhimin e situatave në pika të tilla, edhe këtu po du me të pyet pak ma tepër, sepse ka mundësi që ndoshta edhe prind të tjerë, jo për pandemi, por mundet me qenë ndoshta edhe raste të tjera në të ardhmen, nuk i dihet. Kështu që po du me të pyet, qysh e menaxhon një situatë të tillë kur je jashtë vendit, sidomos me fëmijët, qysh je mundu me i qetësu edhe qysh ka funksionu komplet procesi për ty si nonë, me 2 fëmijë në Zanzibar, e bllokume, pa mujt me udhtu derisa të bëhet një zgjidhje. Nuk kom kriju panik, është sa një parë që unë e kom pas të rëndësishme me i pa zgjedhjen e situatës në kushtet momentale çfarë i kom pas. Personin e parë që kom telefonu ke qenë ti, të kujtohet, e kom pas shumë të rëndësishme atë komoditetin ose qetësinë që ma ke dhonë me ndihmën rreth zgjedhjes së problemit. E dyta ka qenë që unë e kom zgjedh situatën duke u kthy në hotel, në cilin veç kemi qenë ma herët, edhe ata jonë marrë me gjana të tyne, me lojna tyne, se kanë qenë shumë atë vegjël në atë kohë, unë jam marrë me pjesën që m'ka taku si një e rritun. Do të thonë nuk e kom bardh stresin edhe brengën tem te fëmijët, sepse kom di që ata nuk mundën ma jep zgjedhjen. Ty ta kom qitë stresin. Jo, realisht ti s'ki bo stres, edhe kjo ka qenë diçka që unë me të vërtet e kom vlerësu, sepse ka njerë pavarësisht gjitha detajeve, ka disa persona me cilët nuk mundesh me vazhdu raportin biznesor në këtë rast, sepse neve na ka lidh biznesin në stonjta nëse më me qujt. Po gjithsesi ti ke qenë prapë po e theksoj super mirë kuptuese edhe e kemi zgjidhur realisht situatën shumë shpejt. Po ajo ka qenë arsyeja pse nuk kom udhtu, kom bo udhëtime edhe ma herët, edhe bukuria e një udhëtimit është spontaniteti dhe mënyra që i zgjedh problemet. Çdo udhëtim ta jep një eksperiencë të re, prej çdo udhëtimi kthehesh me një mësim të ri. Edhe ka qenë ndoshta një formë e mësimit që unë e kom marrë gjatë udhëtimeve.
Në qoftë se gjindesh në një situatë të pavolitshme në jetë, krijimi i panikës nuk ta bën zgjedhjen. E vërtet. Cili ka Kështu. qenë komenti o Arbës atëherë pa të më diskutu Arba, për Dubai? Sepse na realisht për Dubai që ka ndodhur që pa të marrë edhe dritën e gjelbërt, sepse në kushte të tilla nuk lejohet realisht as boardingu, pra as hipja në aeroplan. Mirë po e pa të marrë një fale goxha speciale prej zyrës qendrore, duke ju premtuar që viza bohet derisa ju të arrini në Po, unë e kom menu që është e pamundur edhe i kom përgatit fëmijët që mundet me ndodhë që kthehemi edhe e rifillojmë udhëtimin mas disa ditëve. Të më thonë, nuk po them që kom dyshu në aftësitë e tuja, po janë disa protokole, disa birokraci, të cilat as ti aso nuk mundemi mi te i kalu, pavarësisht prej kontakteve, edhe prej eksperiencës që e keni, edhe prej marrëdhënieve të mira që i keni me partnerët e juaj, nuk ka qenë asnjë pikë dyshimi në ty për rrethana tjera. Kur Arba e ka pa që kemi hy, edhe ka thonë nan, asnjë udhëtim tjetër nuk e bën përveç mas, që edhe ka vërtetu udhëtimin e parë që e pat si vjet, ende pa i bu 18 vjet me shoqe, unë ta kom besu ty. Edhe e kam pas një eksperiencë fantastike. Të trijat, Arba me 2 shoqet e saj, normal që edhe prindët e tyne kanë qenë klient juaj, kështu me thonë si nana na ta kemi besu ty, m'ja bo për zgjedhjen edhe me kalu pa i bo 18 vjet të trijat në një vend për herë të parë që gjithmonë kanë me majt mend. Kjo është realisht një diçka shumë e veçantë për mua me tregu drejt, edhe nuk e prita që kemi me diskutu këtë pjesë. Po gjithsesi po ndjena shumë mirë sepse secila nanë sot kur ti mendon fëmijët e vet me udhëtu në një destinacion pak më larg se Kosova, qoftë ndoshta edhe deri në Shqipëri vet, është një farë ndjenje goxha kështu luhatse për neve nanave, por që me ndigju prej një nanës një kompliment të tillë do të Shumë e rëndësi, Arba ka qenë në shkollë verore vjet, po ajo është në Gjenevë dhe në Spanjë, ai ka qenë një udhëtim i organizuar. Do të thonë është komplet diçka tjetër për udhëtimin të kënaqësisë që ka pas me juve. E për mua ka qenë shumë e rëndësishme me ditë kush po organizon edhe në kon muj më mbështet në qoftë se ndodh ndonjë e papritur, sepse kur udhëton nuk e din kurrë çka të pret. Edhe bukuria që asaj është kur udhëton, sikur ulesh në aeroplan, ndihesh lirshëm, e vendos rrypen, edhe je kurioze çka të pret. Ai kurioziteti se çka kime bo, çka kime taku, çfarë eksperjenca, ndonjëherë ajo çka e planifikon edhe nuk ndodh, po unë mendoj që ajo është bukuria e një udhëtimit. Të rrit personalisht, të bën një person këtë tjetër dhe kthehesh në vend me komplet një eksperiencë tjetër, me një perspektivë komplet tjetër tjetës. Çka mendon Afrodita momentin që ulesh në aeroplan dhe vendos rripin, cila është procedura jote në këtë pikë? Sepse ka njerëz që friksohen shumë, ka njerëz që marrin udhëtimin diçka shumë relaksuese. Na trego ti çu ndihesh dhe cila kishte me qenë këshilla jotja për njerëz që ndoshta udhëtojnë për herën e parë? Po filloj mas pari me këshillën. Njerëz që udhëtojnë për herën e parë, është shumë e rëndësishme me planifiku itinerarin e tyne ku kanë më udhëtu. Në qoftë se kanë frikë në aeroplan, me mendu se çka i pret kur udhëtojnë. Unë përndryshe jam person i cili nuk kam frikë, ndoshta edhe eksperienca e udhëtimeve të shumta ma ka kriju qatë komoditet, po unë në momentin kur ulem në aeroplan, e ndi veten tepër të relaksume, një çlirim i cili është ndoshta pak më e vështirë mu spjegu me fjalë, po ma jep atë ndjenjën e kuriozitetit se çka kam më prit, pa marrë parasysh që e bëj gjithmonë një plan i cili realizohet ndoshta pak më shumë se 50%, se shumë e kom të rëndësishme me jalon edhe spontanitetit, mu taku me njerëz, me shiu kultura të ndryshme, me pa se qysh jetojnë njerëzit lokal në vendet ku shkoj, me ndje atë autenticitetin e venit ku shkoj. Kjo është edhe ajo çka e mendoj unë në momentin kur hy në aeroplan, të analizu procesin asaj çka e kom planifiku me realizu. Edhe jo gjithmonë del ajo çka e planifikoj. Pra pritshmëri duhet ka njëherë me i lënë në spontanitet, mos me kriju pritshmëri të nalta.
Apo sepse është shumë e vërtet na ndodh ka njëherë me klient që i kanë ndoshta pritshmëritë shumë të larta në raport me atë se çka realisht përzgjedhin edhe pastaj ka raste kur edhe mujnë me u dëshpëru. Kështu që ndigjojeni afër ditën edhe Unë e dëshmëritë. praktikoj edhe një detalj shumë të rëndësishëm, para se me shku në secilin vend të ri, e marra e analizoj edhe lexoj edhe shikoj, e hulumtoj vendin në cilin kam me shku. Edhe në momentin kur mbri, e kam një ndjenjë që parafërsisht m'duket që përjetoj ato çka e kom lexu. Mirë po gjithmonë është ajo perspektiva tjetër që ti e sheh kur gjendesh fizikisht prej asaj që e sheh në teori. Cili prej destinacioneve të kalon përshtypje dhe ka qenë jashtë pritshmërive tuaja, ndoshta për të mirë po flasim? Një destinacion që e kishe veçu? Kom pas për shembull dyshime në Rusi kur jam nis. E kemi pas shumë të rëndësishme me vizitu si shtet. Kemi qenë në Moskë edhe fillimisht përshtypja e parë nuk ka qenë shumë e mirë. Komunikimi në gjuhën angleze me gjithë qytetarët lokal që kanë qenë atje ka qenë shumë injorues. Domethënë na kanë injoru në çdo pyetje që e kemi bo. Edhe për një moment artit djalit i ran mend që mundi me përdor Google Translator. Momenti kur e kemi fillu me komuniku në gjuhën ruse me Google Translator, komplet ka ndru përshtypja edhe ndjenja e të qenit në Moskë. Domethënë, komunikimi me njerëz ka qenë ndryshe, e kemi përjetu, kemi kriju edhe shoqëri që sot e asaj dite i kultivojmë ato shoqëri. Ajo mënyra se si komunikon tregon edhe se sa mundesh me kriju një lidhje dhe një relacion me një person. E kjo është një rast konkret që na ka zbukuru atë udhëtim që e kemi pas, e që edhe kemi mendu mu rikthy për shkak të njerëzve që kemi taku, sepse na kanë kriju, kemi taku një fotograf që na ka kriju momente dhe kujtime shumë të bukura, fotografi që na shpesh rikthehemi edhe i kqyrim. Moska është qytet i bukur me një arkitekturë fantastike, madhështore, po nuk e kish pas rëndësinë e vet në qoftë se nuk i kishim kriju ato lidhje me njerëzit që kemi kriju. Po. Njerëzore. Njerëz zakonisht tek ne sidomos në Kosovë, kryesisht e mendojnë ndoshta udhëtimin sikurse shpenzim. Qysh e sheh Afrodita udhëtimin? Si e konsideron? Une e shoh si një investim në vetveten, një investim që kur kthehesh, nuk kthehesh me një llogari më të madhe pse investon, po kthehesh me përvoja edhe me kujtime që të mesin në thesar për ton jetën. Këto e them me një përgjegjësi të plotë për arsye se kur unë takohem sot me dy fëmijët e mi të cilët janë të rritun, që kanë kalu moshën që nuk janë më teenager, bisedat tona kryesisht kanë të bëjnë me kujtime që i kemi kalu në udhëtime. Domethënë, për mu është një investim shumë i rëndësishëm, jo financiar, po është investim në përvojë edhe në kujtim, që ka peshë shumë më të madhe se sa që të investon në një diçka që të kthehet në mënyrë financiare. Si e zgjedh destinacionin Afrodita? Pyetje shumë e mirë. E tiri astravo. Çka keni në fe? Jo, po e gare. Varësisht prej çfarë periudhe të jetës edhe ku jo. Po të ndërprej, po realisht e din shumë mirë çka don gjithmonë, edhe nuk më thirr me pyet në fakt, por e din çka po don edhe faktikisht qyri çka po ofron. Jo, varësisht në periudhën e jetës çfarë jam, domethënë çfarë faze të jetës jam edhe e zgjedhi. Nëse du me pas diçka ma shumë qetësi në lidhje me qenë me natyrën, me qetësu veten, atëherë zgjedhi diçka që ka të bëjë me destinacione si Tajlanda, Balli, ose destinacione ku t'jepi një farë qetësie shpirtërore. Nëse du me pas ma shumë eksperienca të ndryshme, përvoja, atëherë zgjedhi destinacione ku vizitoj vende në Evropë, ku t'jepin eksperienca të ndryshme. Domethënë kjo është këtë mvaret nga ajo që në çfarë faze të jetës jam edhe çka du prej vetvetes. Sa mire e mendume. Po, a ka një destinacion Afrodita që nështë ta nuk ishe kthyer më kurrë? Edhe pse?
Jo, se secili destinacion për mu ka qenë përvojë e veçantë. Më thonë, prej secilit e ko marrë ka një mësim. Mundet me qenë mësim jo shumë i mirë, ose një eksperiencë, mos të them një eksperiencë jo shumë i mirë, po ka qenë një mësim shumë i mirë për mu në jetë. Kështu që nuk kam destinacion që nuk isha kthy, E përmende ma herët po Zanzibarin destinacion që isha Kosovë. kthy prap është Afrika. Çka të kalon për shtypja në Afrikë, ose çka ke marrë kur shkosh prej Jo Afrikës bukurit, në bukurit është, do më thonë, janë të pa përshkrume. Ka bukuri natyrore, ka pejsazhe të bukura, ka rezorte fantastike. Përshtypje më kalon njerëzit, mënyra se si ata e trajtojnë jetën, mënyra se si ata të lidhen me njëri tjetrin. Për shembull, me veçu një rast kur kemi vizitu, ti e din që unë gjithmonë kom dash me dalë edhe për rezortit edhe me bo eksperienca, mi pa njerëzit lokal. Kemi qenë në një prej fshatrave ku na u kanë afru fëmijët edhe kanë fillu me vallëzu me buzëqesh, mi bo ato lojrat e veta, pa marrë parasysh që na nuk e kemi ditë gjuhën e tyne, as ata se kanë ditë gjuhën tonë. Ata qatë shumë janë mundu me ato vallëzimet e tyre, me na bo me qeshë dhe me qena të knaqun, edhe ma kanë jep atë ndjenjën sa është e rëndësishme me pas atë lidhje njerëzore. Njerëzit e Afrikës janë njerëz të cilët knaqen me shumë pak, kanë shumë mirënjohje. Për shembull, më kujtohet nëpër fshatra, gratë i shisha të punu punë fizike, edhe të njëjtën kohë kanë këndu. Ose burrat u ndihmu njëri tjetrit, do të thonë pa pas ndonjë shkëmbim material. Aty është jep maksimumi ndaj njëri tjetrit, do të thonë e kanë pas atë mirënjohjen, ta mësojnë që mirënjohja është ma shumë se sa na që e marrim të mirëqenie. Shumë e rëndësishme edhe që kjo pjesë definitivisht, sidomos tash në kohë të fundit kur po zbehen çto raportet njerëzore dhe po kthehet gjithçka ka materialja. Cilat kishin me qenë një tri këshilla potencialisht të afërditës për njerëz që e kanë mendu edhe thjesht po dojnë me fillu udhëtimet edhe eksperiencat të reja të tyne? E përmenda edhe më herët, shumë është me rëndësi me zgjedh destinacioni varësisht se në çfarë faze të jetës je. Për shembull, po jap një rast, për mu Balli, një prej destinacioneve që më ka kriju shumë përshtypje, është për shkak të asaj që më ka mësu se qysh me u rilidh me veten. Aty më ka mësu qysh me ngadalësu ritmin e jetës. Njerëzit në Balli janë njerëz të qetë, njerëz të cilët e kanë mirësjelljen jo vetëm si janë trajnum, po e kanë mirësjelljen si formë natyrale të komunikimit. Të përditshme. Diçka që është e përditshme. Edhe kur e merr ti atë raport prej atyre njerëzve, atëherë të jep një ndjesi tjetër. Do të thonë është shumë e rëndësishme në çfarë faze të jetës je edhe çka zgjedh. Me shku. E dyta është e rëndësishme normal, këshilli i dytë me planifiku udhëtimin, për me lon sa ma pak mundësi seneve të papritura me të ndodhe, dhe e treta është me zgjedh agjensionin e mi. Nuk është ajgare, veç shumë është e rëndësishme për njerëzit të cilët udhtojnë për herën e parë, Mund ke bo mos me shku me bo zgjedhje. Ka njëherë zgjedhja me e lirë të kushton shumë ashtrajt. Që kjo është shumë e rëndësishme për neve. Në kuptimin, jo vetëm financiar, po dhe në kuptimin e traumave, eksperiencës, krejt çka do që të ndodhë. A ka naj diçka, naj gafë që të ka ndodhë në udhëtim që kishe pas dëshirë me potencu? Diçka funny që e mon men? Po, më kujtohet jo shumë vonë, tash para 2 viteve, dhe pse unë shumë mirë i planifikoj udhëtimet, kom qenë te Isidora në Londër. Londra është një për destinacioneve të mia të preferume, edhe jom përgadit për mu kthy në shtëpi, kom qenë vetë, pa fëmijë. Çuditshërisht e kom harru pasaportën në dollap të Isidora, në gjysmë të rrugës, unë i kom thonë taksistit e kom harru pasaportën, ato e kapi panika. Unë ja nisa me kesh, edhe ai më tha shprit një moment, Petras Isidora, të lutem, a mundesh ma qit me një taksi? Tha, m'fal, ta këtu nuk kemi taksi të Kosovës, do është ta mu kthy.
Edhe ajo më pa, tha, a nuk je e shqetësume? Thashe, çka mundet me ndodh më e keqja? Me shtyp fluturimi, edhe më kthy nesër, më. Kështu që kjo ka qenë një prej senave që më kanë ndodhur. pasaportën u afri. Mirë, na i kemi bo një farë send of secrets, po e quj. Dhe i kemi disa pyetje këto, cilat une të kisha ftu me i tërhek. Sa pyetje duna me i tërhek? Tri prej qytën e pyetjeve, ndoshta është mirë me i tërhek edhe me i bo edhe me u përgjigj me A bon shto 1, 2, 3, pin tërhekit të trijat, e mandej i boj që kjo është e para, që kjo është e dyta, edhe kjo është e treta. Katri kap. Po, katri. Sa darë se na me të përpriti me të më digju. Përdyshe zalli është i Maldivës, kështu që... Jo, aty japi ty me mi lexu pyetjet? Po. Zallin Maldivës, më ka marrë malli për Maldivë. Arba ka gjithë me shku një janar, kështu që jemi në me kontakt. pres destinacionin. Në cilin vend ke marrë një vendim të madh në jetën tënde? Dhe si të ndikoj ajo te? Në Dubai, 6 herë. Jo pse e kom planifiku për 6 herë, po ka qenë si destinacion që e kom pas si vend pushim, si connection. Se cilën herë e kom pa ndryshe. Edhe ajo më ka mësu që në jetë, jo gjithçka e bukur duhet më pa prej një perspektive. Dubai, t'jemi qartë, është një vend i bukur, i punum gati në perfekcion, por nuk mu m'duket personalisht si një maketë e pa shpirt, ku pas disa ditëve t'hupin ato lidhjet njerëzore, ku nuk ka autenticitet, ku është gjithçka e bukur, po nuk e ndjen, nuk ka shpirt. Kjo ka qenë diçka që më ka mësu që nuk do me thonë që senet perfekte janë ato të cilat nevojitën jetë. Është shumë në rëndësi me pas për ndërlidhje ta shfrytëzoj një krahasim. A të vazhdojmë të pyetja tjetër? Sa pyetje e mirë. Nëse do të duhej të zgjidhje një vend ku do të jetoje përgjithmonë, cili do të ishte dhe pse? Ta tregova. Llogaritë që i ki fëmijët, i Ta ki tregova, po, ta tregova. Londra është padyshim gjithmonë e tëm është vendi që unë e kisha zgjedhë dhe që mendoj, me qenë vendi ku une kam e kalu një pjesë të fundit të jetës, ta më thëmë. Pensionimi. Po, arsyeja pse. Është vend të cilin unë për herë të parë jo m'ndije pavarur, vend ku unë i kom kry studimet, vend ku unë i kom ndjek ëndrat e mia, që më ka mësu me luftu edhe mos me marrë jo për përgjigje në ato që unë e kom pas pasion edhe që e kom dasht. E dyta është unë aty kom shumë miq, kom familje, kom motrat, studiojnë fëmijët, do të thonë ka shumë, çdo rrugë, çdo arome ati qytetit mu ndërlidh dhe më bën mu ni si në shtëpi të dytë timën. Që ai ka me qenë vendi im i dytë. Shumë mirë, Londra qenë ka destinacioni i Afroditës. Ku më gjenë, herën? Ku mujme të gjekë. Kur të vjen? Hajde ta shohim edhe pyetjen e radhës për Afroditën. Cili është momenti më i çuditshëm, i sikletshëm apo katastrofik që të ka ndodhur gjatë një udhëtimi dhe si e ke shpëtu situatën? Tash e teproj me të thonë udhëtimi që kemi qenë në Tiranë për Dubai, sepse kur e kom pa fytyrën e Arbës që nuk kemi me mujt me udhëtu, na jemi planifiku, të kom tregu, ai ka qenë një prej momenteve më të sikletshme, të e marrë parasysh që edhe në aeroportin e Tiranës për shkak të qarkullimit ndoshta të madh që kam edhe për shkak të mos të them mos organizimit, po e ke një ndjenjë hektike në aeroport, unë e kom di pak veten si të humbën. Po ashtu me përgjegjësi të plot thom ti ke qenë një prej personave që na ke zbukuru atë udhëtim, edhe ka qenë shumë i mirë. Faleminderit, e di që keni pas goxha feedback të mirë. Ka qenë ditëlindja e Arbës. Po, ditëlindja nëse nuk gaboj Arbës ka qenë atëherë dhe e keni pas pavarësisht një fillimi të sikletshëm, e keni pas një përfundim. Ka qenë shumë bukur i organizuar dhe kanë qenë ato befasit që i ke boti nëpër hotele, kur i kanë ardhur befasit ato tortet e vogla Arbës gjatë 5 ditëve radha, për to ka qenë shumë e madhe. Do thonë, ajo sot e kësaj dite e përmend. 5 ditë Arba të festu ditëlindjen sot e kësaj dite e dyp me shku Dubai, Maldivës, Dubai, Maldivës. Është interesant,
krejt moshat e reja, kur shkon njëri në Dubai, nuk e di pse, po ndoshta që e ka që atë vibe-in futuristik, ose të së ardhmës, edhe definitivisht apo jetojnë me krejt qëto teknologji edhe që të frym. Po, Ka shumë si që kjo është arsyeja pse ndoshta edhe pi lidh rinin, po lidhen goxha për Dubai, sepse vazhdimisht kemi kërkesa prej familjeve që edhe pse kanë qenë ndoshta me fëmijë prap vitin tjetër lypen patjetër edhe një herë me shku në Dubai, të paktën 4-5 ditë. Afre, a ka diçka të fundit që ti kishe pas dëshirë me nda me neve që ndoshta unë kom haru me të pyet, një këshill për neve ose një koment nga Afrodita Paqara? Juve veç kompliment me vazhdu me qenë kështu të mirë çfarë jeni, gjithmonë me tregu kujdesin edhe atë njerëzillëkun që thamë une, nuk është krejt deri te biznesi dhe te profiti në fund, po është shumë e rëndësishme që gjithmonë në një raport me njerëz me lo një shije të bukur, një shije të mirë. E kjo vlen edhe për gjatë udhëtimeve, pa marrë parasysh, nëse e takon një herë një person, edhe ndodh që kur një jetë nuk kemi taku, nuk dihet atë rikthehesh në takim me të. Është shumë e rëndësishme me lo një shije të mirë. Kështu që po e ndërlidhi me punën e juaj dhe me udhëtimet që i bëj. E kom të rëndësishme kudo që e takoj, me lo një shije të mirë. Unë ma herët i thasha Afroditës që sa herë takohemi, nuk është ndoshta veç një takim i thjesht, po është një lloj seance psikologjike. Sinqerisht, me Afroditën, do të thonë, minutat shkojnë tepër shpejt, edhe sa herë takohemi kënaqna muhabet, sepse kiçka ndigjon edhe kiçka merr prej saj. Afrodita, unë të falenderoj shumë për krejt këto histori që i ndove me neve, këtë reflektim, këto këshilla, edhe që ki nda kohën tonë dhe të vlepshme sot me qenë bashkë me neve, edhe shikuesve thjesht me ju ofru një ide se qysh mundet me funksionu një udhëtim ose këshilla të tjera që ti sonte i ndove me neve. Të falenderoj shumë. Visa ka qenë kënaqësi, s'paku një mënyrë me kthy atë angazhimin tënë dhe përkushtimin që e bën gjithmonë sa herë që drejtohen aty. Faleminderit, mirënjohëse. Shumë faleminderit.